Ka përfunduar numërimi i votave edhe në 4 komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve të qarkut Lezhë. Sipas rezultateve përfundimtare, Partia Demokratike ka dalë fort së parë, duke siguruar 29.484 vota, ose 45.13%, ndërsa Partia Socialiste ka marrë 27.585 vota, ose 42.23% me një diferencë prej 1.899 votash në favor të opozitës. Në bazë të këtyre rezultateve paraprake, Partia Demokratike arrin të sigurojë 4 mandate deputetësh, ndërsa Partia Socialiste merr 3 mandate në këtë qark. Megjithatë, mbetet ende për të përfunduar numërimi i votës së diasporës, e cila mund të ndikojë në shpërndarjen përfundimtare të mandateve. Sa i përket partive më të vogla, koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet ka marrë 3.614 vota, ose 5.53%, ndërsa koalicioni Euroatlantik ka marrë 1.594 vota, ose 2.44%, por asnjë prej këtyre subjekteve nuk ka arritur të sigurojë mandate në këtë fazë të numërimit. Zhvillimet e mëtejshme do të varen nga numërimi i votave të ardhura nga emigracioni, të cilat mbeten një faktor i rëndësishëm në përcaktimin e bilancit përfundimtar të mandateve në këtë qark, i cili prolon 7 të tillë. Ndërkohë, pas ditën e kësaj të martë, pritet të nisë numërimi i votave preferenciale të kandidatëve në listë hapur, të cilat do të përcaktojnë 3 deputetët që do sigurojnë mandatin.